Presidenti Volodymyr Zelensky pritet të shpallë planin për zgjedhjet presidenciale dhe një referendum në 24 shkurt, datë e cila përkon me 4 vjetorin e nisjes së agresionit rus në Ukrainë. Lajmin e ka bërë të ditur prestigjozja Financial Times, duke cituar disa zyrtar ukrainas dhe europian të përfshirë në planifikim. Edhe media të tjera kanë raportuar se sipas një kuadri që po diskutohet nga negociatorët, çdo marrëveshje paqe do t'i nënshtrohej një referendumi nga votuesit ukrainas, të cilët do të votonin njëkohësisht në zgjedhjet kombëtare. Dhe kjo pritet të ndodhë përpara afatit që presidenti amerikan ju ka vendosur 2 vendeve për të përfunduar luftën, jo më vonë se muaji maj. Mbetet e paqartë se si do të mundet Ukraina në kushtet aktuale dhe në një kohë kaq të shkurtër të organizojë referendum dhe zgjedhje, të cilat do të kërkonin edhe ndryshime ligjore. Ndërkohë, sulmet nuk janë ndalur as gjatë natës së kaluar, ku u raportua për 4 viktima në rajonin Ukrainas Kharkiv. Rusia ka deklaruar se ka marrë nën kontroll disa zona të reja edhe në rajonin e Zaporizhjes, ndërsa Ukraina raportoi se kishte zmbrapsur një numër sulmesh ruse në fronte të shumta në të njëjtën ditë.